Baba Shpirt, mirë se erdhe. Ja, nuk e dija që do të vije ti. Po të kishe telefonuar, do kisha dalë të të prisja. Jo, maj bi. Për çfarë pritje pa flet? E kishim adresën dhe erdhëm. Ti je i zemruar me mua, apo jo? Që nuk të telefonova për të të falenderuar. Nuk të kuptova. Në fakt, doja të të telefonoja të të falenderoja, por nëna tha se ndoshta jezën me punë. Pastaj, me zgjidh vrapit e harrova. Çfarë falenderimi, moj vajzë? Që më lejove të regjistrohesha në shkollë, pra. Unë mendoja se kur bërtita aq shumë, nuk do të më lejoje. Por, të kam hyrë në hak. Më falë shumë. Nëna jote ku është? Kishte pak punë, por vjen pas pak. Hajde të shkojmë për desha. Edhe do të habitet shumë kur të shoh. Hedije? Hedije, ndalo pak të lutem. Çfarë po bëni, zoti Tarëk? Dikush mund na shoh? Mund të të shoqëroj në shtëpi? Nuk ka nevojë, do të shkoj vetë. Hedije. Hedije, po shkojmë në të njëjtën vend. Nuk dua të lë kështu të ik. Hajde shkojmë bashkë tani. Ju lutem, më lini rahat. Ju thash që mund të shkoj vetë, mjafton të qëndroni larg meje. Mirë, do të qëndroj larg. Por të lutem, më lejo të të shoqëroj. Shikoni, zoti Tarëk, të dy jemi njerëz të martuar. Nëse na sheh dikush këtu, si do ta shpjegojmë situatën, ha? Urdhro, Aslı. Nën ku je? A je duke ardhur? Po vi, çfarë ka? Ka ardhur babai. Po pyet për ty. Përshëndetje. Çfarë keni tani? Se po më shikoni sikur po shihni ndonjë fantazm. Nuk ka asnjë mirë se erdhe. Mirë se erdhe, Xhengis. Më fal, u habitëm kështu. Mirë se ju gjeta konat. Mirë se ju gjeta. Jasharullah, si je? Mërë vajim. Mirë se erdhe, Xhengis. Mirë se ju gjeta. Urdhro ulu. Që nga më lodhë për ves. Duke mbajtur timonin na janë pirë krahët dhe shpatullat. Nëna tha se do t'jetë këtu për pak. Nëse je uritur dhe sa të vi ajo, mund të të përgatis diçka. Prit moj bi, prit pak. Le të vinë nëna jote. Nëse do kemi orek se aldo ham. Tani, bëheti një qaj, por ushimin në shoj më vonë. U luti zemër, qajnë e bëj unë. Edhe, jasharullah, si e vërë, si e ke kraun, je mirë? Mirë, ti si je? Për bez, falë, zotit mirë. Punë, ditë e natë pa pushim, parsimojnë vajzën, nuk është e lekë. Duhet të punosh, sigurisht. Sigurisht. Merre shpirt. Faleminderit. Të bëft mirë. Çfarë do bësh sot? Pra, a ke ndonjë plan? Jo, po ti pse pyet, ka ndonjë propozim? Po mendoja sikur të hanim të gjithë bashkë darkë. Zhilide... Këtu jam. Zhilide, zemra ime, nuk pe gjej kravatën time të kuqe. Mos di gjej ku është? Te varsja e kemi mtas? E di sa bukur kur dukesh, vërtet kjo festë është shumë e rëndësishme dhe ti do jesh gruaja më e bukur në atë festë. Ky është propozimi yt. Të shkojnë në atë festë me Mumtazin. Pra, nuk do kënaqesha nëse do shkoja pa ty. Mendova se ndoshta do doje të vije, ndoshta do ishte ndonjë ndryshim. Jo, faleminderit, mirë jam.
Ti që nge bërë gati. Shiko sa jam emocionuar është më mdazi. Ma se lërë të presë. Tha që është e varsja, pse rri aty në këmë? Ozan! Sikur të mos ta kisha thënë. Urdhëro zemër? Kur i përmenda Ozanit darkën jo prish pak humori. Po të vinte do ishte shumë bukur. Do kalonim një mbrëmje të këndshme të gjithë bashk. Të them të drejton, nga një ranë është mirë që nuk vjen. Do të them që e mërzitër, kjo është darkë e bordit drejtues, antarët e bordit do t'jenë aty edhe mes tyre do të mërzitej. Edhe mendoj se për më tepër lista e të ftuarve është përcaktuar prej javësh. Futja e Ozanit në moment të fundit do të krijonte shumë probleme. Prandaj dhe e thash këtë. Nëse dikush do të ndihet i shqetësuar nga prania e djalit tim, mund të anuloj të gjithë organizimin. 2 kafshata bukë që do të ha me djalin tim janë shumë më të vlefshme se një banket me ata pasanikët. Po, sigurisht zemër, edhe për mua. Edhe për mua është kështu. Prit të ndihmoj unë. Njerë mendova se do silleshin keq nga se jam me bursë. Por jo as pak ashtu, papa. Ti shohësh janë as njerëz të mirë, të gjithë janë të mrekullueshëm. Sidomos profesori Tarik. Mësimet kalojnë aq bukur me të. E di që ai më ka ndihmuar më shumë se kushdo në shkollë. Mirë, hajde tani, hajde. As lëbi, në kuzhinë ka kek në plastike. Sille që t'ja ofrojmë. Mirë të e zë shpirt për sjell. Gjengis, na trego pak çfarë po bën, si e... Punë dhe vetëm punë dhe pa pushim. Nga mëngjesi në mbrëmje, nga mbrëmje në mëngjes, duke mbajtur timonin. Nuk është edhe e lehtë. Sepse edhe po e arsimojmë një vajzë. Por që nga lagje shumë e pasur kjo. Shtëpit, makinat, të gjitha të nivelit të lartë, duke që janë parelinjë. Në përgjithësi këtu jetojnë njerëz të pasur. Duke qartë. Tani jesh ardha, çfarë pune bëni këtu ju? Jeni portier apo merreni me pastrimin e gjërave të tilla? Nurani pastron në shtëpi, ndërsa unë merrem me kopshtet dhe mbleth disa plehra rrugës. Punoj sa të mundem lart e poshtë. Mirë, mashallah. E pas këne mirë punën. Edhe ti e shoh që je mirë, jesh ardha. Reja tia të ka bërë mirë, ha? Faleminderit. Me qëra fjallat e pastrimi e harrova Chelsea në numri 42, a mund ta çosh ti dot? Mirë, do ta çoj më vonë. Kunat? Ka lirshëm hyn e dilin në shtëpitë e tyre? Nuk kanë kohë njëri? Patjetër që hym e dalim, për pastrim hym. Përse pyet e ti? Ashtu, kot pyeta unë. Këtyre të pasurve zakonisht nuk u pëlqen që njerëz të hyjnë e të dalin në shtëpitë e tyre. E kisha fjalën, a ju lën të punoni në erhat ju, për këtë pra. Po punojmë. Fal Zotit, ja njerëz shumë zemërmirë dhe na ndihmojnë. Na besojnë shumë. Me aq para është le të ndihmosh tjetrin. Edhe sa të duash e nuk të mbarojnë. Përbes pasi mori atë shumë alimentacion, mos të dëgjoj të ankohet. Gjoja po kalon të periudhë të vështirë, Gjoja ishte lodhur. Që javën e parë pas divorcit shkoi dhe bëri buzët ajo? Po, sigurisht po. Pri se erdhi ky imi, po e mbyll. Shikoj fusanin që ta dërgova ty. Nëse të pëlqen shkoj me blejmë. Hajde puthje paqim. Tarëk! Ku jeti? Telefonova dhe nuk u përgjigje. Telefonova në shkollë, më thanë se nuk e shkuar. Çfarë po ndodh?
O, Zotë më ndihmo. Eja në shpirt. Ja, këtu. Ku është ai? S'të ka bërë ndonjë të keqe apo jo? Je mirë? Brenda është? Kush? Baba im? Nëna je mirë ti. Çfarë të keqe? E dje? Hirse erdhe më i gruaja. Ku je kështu? Si të në mbeton rrugës duke të pritur ti? Hajde. Si e ti? Shpresoj të mos të kenë ndonjë problem. Unë jam mirë, po... Ti kur erdhe? Pse nuk më lajmërove? Hajde këtu, hajde, hyrë brenda. Mos flasim të këderë. Hajde, hyrë brenda shpejt. Mirë se erdhe, Hedie. Mirë se ju qeta. Gjengizi që nga lodhur, Hedie. Nëse do, shkoni në dhomën tuaj që të pushoj. Do të ishte mirë, vëlla. Tarek? Çfarë ke më thua? Je shumë i shpërqendruar, po të pyes dhe nuk përgjigjesh. Nuk kam gjë. Më shiko mua? Më shiko në sy dhe mos më gënje. Çfarë po kur disti? Ha? As në shkollë nuk pas ke shkuar. Kisha punë. Çfarë pune? Thash punë, Sibel! Punë! Mos duhet të jap llogari ty. Ti më tregon mua çdo hap që hedh, çfarë është puna? Mirë, zemër, mos bërtit, thjesht pyeta. Po ti pse e veshur kështu? A e ke seriozisht? Kemi ftesë. Zhyli dhe Mumtazi, i gjithë bordi drejtues. Mos më thuaj që e harove. Kishte diçka të tilla, po jo? Të kam bërë gati kostumin. Këtë kravat do të vësh? Edhe këto mansheta në rregull? Zemër. E di. Oj, mashtruese moj. E di e që ja punon pas shpinë e burrit të saj. Hajde tani më thuajti, çfarë duhet të bëj Gjengizi? Gjengiz, mos e ndjeva si detyrim. Dori këto gënjeshtra me Gjengizin. Merr vajzën dhe rathisësh në Ankara, pastaj më gënjen në telefon duke më thënë se je në Izmir. E gjithë jeta jote është mashtrim. Gjengiz, për vajzën time, për që të mos e pengoje të shkollohej, nuk më las një zgjidhje tjetër. Si jo? Ti të më marrësh koletën nga xhepi dhe të ikesh, unë t'ju bëj me dorë? Ha? Kështu mendove ti? Nuk shkon kështu, Hedie. Prap ngatrove gjithçka, prap. Por, me që qenë ka kështu, atëherë tu i brenda unë, dhe ti tregoj çdo gjë vllajt dhe vajzës tënde. Jo! Gjengiz, ndalë të luta mos e bëj. Nga doli ky i mallkuar tani. Vetëm do t'ja prish qetësinë. Jashar, hesht për hir të Zotit, do të dëgjoj tani. Le të dëgjoj. Si të dëgjoj ajo? Nuk do ta pësoj ai për asllë. Ti vetëm do ta mërzisësh zemrën e tyre. Të lutem Jashar, qetëso pak, ha? Në të thash që... A mendon se ko thash për çështjen e shkollës? Unë dua vetëm parat në xhepin tim. E di, pandryshe le të shkoj në fund të botës. Le të studioj ku të doj. Shumë intereson mua. Le të bëj çfarë të doj, s'është puna ime. Çfarë do të thotë kjo tani? Dua të them, Hedie. Kjo është lagje e pasur. Vetëm po të shkosh për pastrim në shtëpi, të hedhin 300 deri në 400 euro në prejor. Ti je grua punëtore. Punon shumë fort, mund ta mbyllësh diferencën. Pra problemi vetëm është paraja? Jeta është e shkurt. Nuk duhet t'i marrësh shumë seriozisht këto gjëra. Sot jemi, nesër nuk jemi. Unë shoh para që më hynë në xhep. Prandaj që më intereson mua shkolla e vajzës sate, apo kapriçet e vllajt tënd, apo gënjeshtrat e tua. Që më interesojnë mua. Që më shikon.
Mirë, Gjengis, në rregull. Do të punoj me gjithë forcën time, ti vetëm mos e prek Asllën. Bravo, Edie. Bravo. Baba, të nxorra peshqit të pastër në banjë. Në shpirt? Ti, a je mirë? Do në tënde e ka marrë malli, më i di. Thot, pse nuk më lemrove? Po të bënim përgatitje, apo jo, Edie? Mirë jam unë, bi, mos u shqetëso, nuk ka problem. Sa herë të mirë që mban, të lumshin Të bëft mirë. Vajza? Çfarë po bëni këtu? Ja, baba, ullu këtu. Ja, mos u shqetësoni. Unë po bëj një xhiro dhe do të Në kthehem. rregull, ti e di. Mirë atëherë. Thashe theme. Aman, dhëndër. Ja, mos shesh? U kënaqe, të pëlqeu ajo që bëre? Doli shumë bukur. Më ke borsh një këmish, ose bo gati për sfida të reja. Jam gjithmonë gati, por t'i bën hile. Pranoja që kampioni jam unë. Mirë, e pranoj. Atëheri kam borsh një këmish kampionit. Ja, kjo është përgjigja që dohet të dëgjoja. Unë binde shpejt. Ti ishe më e mira, duhet që ta pranoj. Asllë. Hajde kushërir që oma, u mërzita të bëjmë diçka, dalim për një shëtitje. Mirë, hajde. Hajde. Kështu është më bukur. Aj, ta regim, nëse ti e ke vën këtë, duhet pa tjetër të ma të regosh, të lutem, më sëll pak të sho, ajde zemër. Mbase familja e Mimtazit kanë shkuar direkt në Do të ftesë. vim pak më vonë. Kush është kjo re? Kush është ky i palar? Më thuaj mua, si ka hyrë ky në kompleks? Të thrasim sigurimin? Nga ta di unë, Sibel? Ja, do ta pyesim tani. Mirë mbrëma, zotëri. Kërkoni dikë? Jo, po esja, çfarë ka? Nuk jeni nga ky kompleks, besoj. Mund të pyes ku po shkoni? Po shkoj ku të mundoj zemra mua. Më siroja rrugës, çfarë keti? Ti, më thuaj çfarë ke, pse u shqetësova kaq shumë? Kjo është pronë private, zotëri. A mund të largoheni? Apo të thras sigurimin tani? Po ecim në rrugën e Zotit, se kuptoj çfarë halli keti. Profesor, mirë mbrëma. Baba Shpirt, kjo është profesori për të cilin të tregova. Profesori Tarik. Profesor, kjo është baba im.
zemër? Faleminderit, motër. E dje, çfarë halli ka ky Gjengizi? Sillet sikur nuk ka ndodhur asgjë qeshjes bavitet. Çfarë po kurdis përsëri? Çfarë po bën ky tani? Në man, motër, çfarë tjetër do të kurdis? Feja dhe morali i tij janë parat. Një njeri që i vë syrin edhe atyre pak parave që sjell asllë, çfarë tjetër mundoj? I pa fe. Çfarë kërkon nga ti? Ai të kërkon para? Po. Duhet t'i jap atij çfarë do që të fitoj me punën time. Me çasle e la punën, të ardhurat kanë rënë. Thot ta plotsoj unë atë diferencë. Razia po telefonon, prit po vi unë. Profesori Tarik është në bordin drejtues të shkollës. Jeton edhe në këtë kompleks. Ja. Përshëndetje, profesor. Profesor, më falni për ato që ndodhëm. Po ta dija që ishit profesori vajzës son, nuk do të tregoja mungesë respekti. Më falni, ju lutem. Më falni. Më falni. Mos e përmendni. As unë nuk e kisha marrë me mend se kush ishit. Keni ardhur për vizit, apo do të qëndroni? E po, le themi, rastisht po kalom një kodej. Profesor, besoj se ju po shkoni diku. Të mos ju pengojmë në juve. Po, zemër, po shkojmë në një ftesë. Po presim Mymtazin dhe Zhyliden. Ju uroj të kaloni këndshëm. Bëheni shumë të falja, zonjë Zhylide. Shihemi në shkollë. Mirë, zemër, natën e mirë. Më vjen mirë. Edhe për mua, profesor. Edhe për mua. Respekte. Baba, eja të shkojmë këndejne. Ja, jo. Hajde ec. Ai nuran shpirt, zemra ime. Jo që e kam hallin të vë në siklet, por... si do qoftë, edhe unë jam kureshtarit të di çfarë po bëhet. A rritet të flasësh me Ylylin ti? Razie, përbes nuk pata rast sot. Nuk na u dha mundësia të flisni mas me Ylylin. Sot ose nesër, shpresoj. Por nuran e dashur, duke thënë inshallah e mashallah, koha po kalon. Këto punët e zemrës duhen zgjidhur sa janë të nxehta, e kupton ti? Nëse nuk e sheh djalin tim si dhëndër të përshtatshëm, ajo është një gjë tjetër atëherë. Mos fol kot, Razie. Çfarë lidhje ka kjo shpirt? Çfarë fjalësh janë këto? Jo, nuk është ajo arsyeja. Hajde, do të flas dhe do të tregoj ty. E mirë, atëherë në rregull. Po presun, por mos haro. Në rregull. O, zot, më jep durim. Më jep durim. Thoshin që shtëpia e vajzës është shtëpia e nazeve, por kjo punë u zgjat shumë. Nën? Hajde. Nën, çfarë ndodhe? Asgjë? Ka ndodhur diçka. Hajde, ulu këtu. Të flasim pak. Ylyl, do të them ty diçka tani, por pa u mërzitur dhe pa u zemruar. Në rregull, nuk do të zemrohem, ma thuaj. Shiko tani, ti nuk je më fëmijë bia ime. Je rritur. Dhe shiko, je bërë një vajzë e re si një yll. Nuk di si të ta them këtë. A të shkon ndë njëherë mendja të martesa? Të krijosh familje e gjëra të tilla? Jo, nën. Pra tani për tani jo. Për më tepër ende është herët. Në rregull. Çfarë do që të thuash ke të drejtë. Por për çdo rast a e di nëse del ndonjë kandidat i përshtatshëm. Pra, atëherë do ta mendojmë këtë, Sultanesha Nuran. Për më tepër, unë kam një familje si jo, a mund që lia ka qlet ju? Eja këtu, eja. Kjo është vajza ime dashur. Jo, more, çfarë pune? Mjafton ta ulesh vajzën përballë dhe ti thuash: Kështu, i ka ardhur fati në derë. Shiko në sajti. Shikoj e ti. Doli më e vështirë e ma se sa e bia. Prit të shohim. E vura pak në presion në telefonun tani. E ndoshta shkon e flet me Ylylin ajo. Kush është? Aha!
Po të telefonon vjehra. Zoti e bëf mirë, hajde. Urdhëro, Nuran e dashur. Razie, fola me Ylylin dhe desha të lajmëroj ty. Mirë. Qëfar të bëjmë ne atëherë, ti marim çokolata dhe lulet? Më Razie. Jo. Ylyli tha se nuk është kundër martesës, por tani nuk është koha ende. E pse nuk qenë ka? Thot se është herët shpirt. Ndoshta do të fokusohet te puna dhe angazhimet. Le të fokusohet te punët e saj. Ne nuk do t'i themi patjetër të rinë në shtëpi e të mos punoj. Sigurisht që jo. Gjithsesi, Razie, për mua vlen ajo që thot vajza ime. Unë synëm fola me të dhe e bëra detyrën time. Më tej nuk ndërhyma. Të rinjtë e sotëm nuk janë si ne dikur. Edhe baba i saj nuk është shumë dakord. Tha se është ende e vogël. Nuran e dashur, as ne nuk kemi ndonjë ngut të madh që thjesht menduam që me që u paraqit ky fat, fëmijët ta krijonin sa më shpejt familjen e tyre, asgjë më shumë. Për atë po them, por mos e lek vajzën krejt të lirë. Her pas here përmende për këtë temë ti, që ti mbetet në mendje asaj, e kupton ti? Bëj edhe shumë të fala edhe zotria Sharit, shumë. Në rregull. Shikoj ti këta. Sigur unë po kërkoj princeshën e Bagdatit për djalin tim. Çfarë ndodhi? Çfarë thot? Çfarë do të thoshte? Nuk pas ka dëshirë, qenë ka shumë herët. Shikoj e budallaqen. Nuk e di që pas 3-5 vitesh do të mbetet pa martuar. E pe çfarë na gjeti? E pe? Tani si do ta bindim vajzën të martohet? Pas 3-5 vitesh nuk do të ketë as dëm shpërblim. Gjithçka mori fund. Prit pak ti. Mos u dëshpëroj kot. Unë do ta zgjidh këtë punë. Si do ta zgjidhësh? Qelsi i kësaj pune është Jashari. Më dëgjo mua, që nesër pa humbur kohë shkoti te Jashari, në rregull? Mundohu t'i ambushësh mendjen atij. E si? Mos u shqetëso fare. Të tregoj unë çfarë do të bësh ti. Në rregull, Luani im. Nuran! Mirë mëngjes zemër, a je lirë? Po, zonja Sibel. Kur të mbarosh punën, hajde të më bësh pastrimin. Prej ditësh kaq është rëmuj, më pastro mua mirë cep më cep. Zonja Sibel, përbes sot nuk bëhet. E dini që kam një listun. Sot do të shkojmë te zonja Handan, nesër kam zonjën Tylaj, pra para së shtunës e kam të vështirë. O zemër, do të paguaj, hajde! E dje, Më falni. Nëse dëshironi mund të vi unë. Nuran, a ke problem nëse shkoj unë? Shko, bi, nëse dëshiron ti. Mirë, hedje të quanin ti. Po, Unë jam në shtëpi, po të pres. Por eja shpejt, mos më letë të në pres. rregull, do të vi për pak. Hajde, mirë se ardhësh. Përbes me këtë buxhet që kem, mund të gjejmë një shtëpi shumë larg. Atëherë do të kesh shumë vështirë të udhëtosh. Hajde tash. Por nga zonja juaj nuk ka? Shikoj këtë qirahe shumë e lirë. Më fal. Kjo qenë ka me qira ditore. Shikoj këtë, si të duket kjo? Ta shoh? Edhe kjo qenë ka e përshtatshme? Në cilën lagje është? Prit të shoh. Kjo qenë ka pas kompleksit ton? E mirë qenë ka? Pra, shtëpia u duka pak e rënuar, Por s'ka problem. Është afër shtëpisë suaj apo jo? Atëherë ta telefonojmë, të flasim, madje të marrim menjëherë me qira. Shikoj fotografit një herë. Jo, s'ka problem zemër, shtëpi është. Mjafton që lagja të jetë e mirë. Mendoj se duhet shkoj menjëherë.
Ozan? Përshëndetje. Përshëndetje Bershin. Ku po shkon kështu? Në mësim, madje jam vonë. Çfarë mësimi? Historia së drejtës, lënda e profesor Kemali. Ai profesori që të argëton? Të hyj edhe unë dhe flasim pak. Bershin, si me bisedu gjatë mësimit. Duhet të mbaj shënime, i ka unë. E mësim të mbar. Edhe ty. Puçin këmbët Xhengiz. Shiko në çfarë gjendje na ka futur për 3 euro të qelbura. Jo se e kam problem punën unë, por unë mund të punoj. E dje, mos ke frikë se do të ndeshesh me zotin Tarak, apo? Si kur të kishe shkuar ti te zonja Handane, unë të kisha ardhur këtu. Por ja, zonja Handane shumë te kanjoze, nuk pranon njëri tjetër ajo. Si dhe qoftë. Shpresoj ta kryej këtë punë pa të lashe. Aman e dje, të të them diçka. Do duket si përgojim, por Sibeli është pak shtrig ajo. Nëse të thon ndonjë gjë mos e merr për keq. Të lutem, puno me shumë kujdes te ajo, për ndryshe të hap të lashe dhe nuk të ndahet ajo. Në rregull, motër. Punë të mbar edhe ty. Për fakt të gjete shtëpin. Mirë që the vi për pak. Hyr. Fillon nga banja. Pastro pas lavatrices brenda dollapëve e kështu me radh. Pastaj kalon në kuzhinë. Të lutem, lëvize frigoriferin dhe fshi edhe nga brapa. Unë ta lëviz frigoriferin? Të thras ndonjë burr ta lëviz? Apo ti ta shikosh atë? Jo. Edhe dhomën e Berçinit pastroje mirë në çdo cep. Vajza ime është shumë e ndjeshme ndaj pluhurit. Unë këtu jam, do të kontrolloj her pas here. Më falni, ashtu ku janë mjetet e pastrimit? Në depo? Në depo. Dëgjoj tani. Po ta them që tani unë. Nuk më pëlqen puna sa për sy e faqe. Kjo është e para. Nëse thyet apo dëmtoj diçka do të zbres nga pagesa jote. Kjo është e dyta. Prandaj do të jesh shumë e kujdesshme. Do të jem në rregull. Dhe shiko. Po të kap. Po të kap duke humbur kohën kot? Pastaj mendoj e vetë çfarë do ndodh. Jo, më zonjë, pse do të bëja diçka tillë? Nëse më lejoni të ndërroj rrobat unë. Konferenca pa fillon, Tarik. Hajde. Zoti Mimtaz, se kam shumë për qejf. Aso nuk do të shkoj, por jam i detyruar. Hajde tani po shkojmë bashkë. Po ti nuk do të shkoje me profesor Kemali? Kemali që ka i smur sot, nuk erdhi, dhe puna të mbeti ty. Mirë, ti shko, unë vim më vonë. Në rregull, shihemi atje. Ja, unë gjeta dhe disa shtëpi të tjera, po... Jo. Mua më pëlqeu shtëpia që gjetja i Lyli. Nuk do jetojmë jetën studentore në një vilë luksoze, apo jo? Mendoj duhet shkojmë me njëherë. E në rregull? Arzu, shiko, derisa të kthehemi ne, a mund të më mbulosh të shefi gjysore? Po, por e njeh karakterin e shefit. Mirë. Shok, mua më duhet të shkoj në mësim tani. Shkoni ju bashkë ta shikoni, në rregull? Në orën e profesor Kemali shkon? Po, pse? Është anuluar. Mosore. Unë për atë kisha ardhur, mos i ka sëmur ndonjë. Si e vëlla? Mirë vëlla, po ti? Shumë mirë. A zgjidhe atë punën e shtëpisë? Kemi gjetur diçka. Madje që e kanë nga ana e shtëpisë suaj. Afër nesh. E po qirea si është? Jo keq, shtëpia është e amortizuar pak. Madje po shkojmë tani ta shohim. Po deshe, hajde edhe ti. Si, do më thënë do shkoni të gjithë bashkë? Atëherë nëse mësimi është anuluar, nuk ka kuptim të rrim këtu. Të shkojmë ta shohim bashkë. Atëherë hajde të shkojmë, të katërtit, do të bëjmë pazar për gjërat. Mirë.
Oza, O, sot shpresoj të mos jetë Taroku. Mos u shqetëso, e hapun. Mirë se erdhe thellëza ime. Se të gjeta. Ti normalisht nuk do ishe në shtëpi në këtë kohë, çfarë ndodhi? Jo, desha të kalonim pak kohë bashk. Dyshimet janë të lagura, ec me kujdes. Zonja Hedie, Unë kërkoj falje. nuk ka asnjë problem. Hedia e ka ardhur të më bëj pastrimin. Ta shohim si del, ndoshta vjen edhe te ti. Hyr zemër. Po bëj një kafe. Në rregull. Pastro edhe poshtë komodinës, në rregull. Ka ngrohje, por nuk është në gjendje të mirë, po t'i bëhet një servis punon. Bukur. Çfarë të bukur e ka këtu, Jas? Të paktën ka kaldaj këtu. Mund të rregullohet. Pra, në fakt, po të lyeshin muret me një ngjyrë të bukur, tu të vendose një perde të mirë nga të lirat, të marrim një divan krevat, do të bëj shumë bukur. Që tani po më pëlqen kjo shtëpi. Hajde. A të them diçka? Shtëpia e vërtet që nga cop. Jo pra, nuk është ata aq sa duket. Me pak rregullim do bëhet. Do të thuash se ti do ta zbukuroje. Ta shohim. Në këtë qoshe do vija lulesh mëngjyshe. Do blija mobiljet bukura për të lira. Atje do ta vendosë një bibliotekë të madhe. Para derës një biçikletë roz. Dhe do ta merrja pranë edhe në nëntime, do të jetoja aty gjithë jetën. E rëndësishme është të krijosh parajsjen tënde në këtë botë. Njeriu e krijon vetë lumturinë e tij. Po. Mund të kesh gjithçka në jetë. Por ndonjëherë ato që ke nuk mjaftojnë për të të bërë të lumtur. Unë për shembull, nëse kam bërë komplot dhe qetësinë shpirtërore, jam shumë i lumtur. Sa çuditshme. Çfarë është e çuditshme? Pasuria më e madhe e njeriut është që të ditë të jetë i lumtur me atë që ka. Kështu më thoshte baba im i ndjer. Pas ka pasur shumë drejt. Mos u mërzit pra. Këto janë kujtime të bukura për të kujtuar. Dhe, shiko, edhe baba e yte ka thënë, duhet të dish të jesh i lumtur me atë që ke. Hajde pra tani të shohim. Çfarë kam bërë? Vëlla Jashar, punë të mbar. O, Koraj, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta, ma jep mua. Nuk ka nevoj. Ma jep. Kam lajme të mira për ty. Të kujtohet që para disa ditësh të fola për një shok. I kisha treguar atij për çështjen tënde të dëmshpërblimit. Ai na ka caktuar takim me një avokat, mikun e tij, ky që nga specialist për këtë punë. Nuk pas ka humbur asnjë çështje deri më sot. Seriozisht e ke? Sigurisht që serioze kam. Sigurisht vëlla Jashar. Dëgjoj tani. Shko në shtëpi, merr raporte, dokumente dhe të shkojmë të flasim me të. Në rregull? Në rregull. Prit! E gërvishte parketin ti. A i din se sa kushton metri katrori kësaj. Ngrije mos e shty.
Si ta ngrej vetëm e shkreta, Sibel? Në rregull. S'është problem. A mos ke të harre, e lyej me njerë dhe nuk mbetet asnjë shenjë. Mos jep mend, po bëj punën tënde. Shikoni le ta bëjmë kështu, jemi 3 veta, po të kapim se cila nga një cep mbaron puna. Hajde Sibel, ndihmo edhe ti. Së mundet, zonja Julide, jo, do ta rregulloj vetë, ju lutem. Përse jo, zemër? Ai mos fol kot Julide. Mos u përzijej ti. Le të mbetet kështu atëherë, kur të vit Ariku do ta shtyj në vend. Ti vazhdo pastrimin e pjesëve tjera. Na shkoi parketi tani? Mirë. Hajde juve punë të mbarë, unë po iki. Julide? E dije të flasim një herë këtë ditë, në rregull? Zemër ti as kafe nuk e pite. Miru pafshim. Hajde shpirt, miru Bëj shumë të pafshim. fala, Mumtazi. Hajde shpirt, miru pafshim. Alo, Bi, unë mund të marrë pjesë në konferencë, thua i zotit Mumtaz. Më dhem shumë koka dhe po kthehem në shtëpi. Mirë, mos më prit dile dhe ti. Duhet të flas patjetër me Hedien tani. Çfarë halli ke ti? Pse po përpiqesh të më pështërosh para shoqësime? Nuk të kuptova? Mos e luaj rolin e viktime, zonja Hedie. Dikush tjetër mund të haj, por unë jo. Lyeni me ara dhe kalon. Mos e prekni jo, zonja Julide. Bë një punë për 3 cent, shkakton një tëm dëme dhe pastaj përpiqesh të dalesh fituese. Unë kërkoj falje. Nuk i kisha për atë qëllim. Nëse jam keq kuptuar, kërkoj falje. Mjaft, mos e zgjat tani. Nga këto dritare duket ana juaj. Nuk e di? Fatkeqësisht fëmijë, pronari nuk pranon student. I thash që zotri Jaës është mik i mirë, por s'më dëgjoj. I tha që unë jam nga Danaja? Nuk do të ketë problem. Ja thash, por kategorikisht tha jo. Po sikur t'ja bëjmë kështu, do të ri unë nga rënd. Shtëpinë e kemi pikërisht në kompleksin aty poshtë. Nëse ndodh ndonjë problem, vinë dhe na trokasin në derë. Po, pikërisht aty. Çfarë do thot kjo? Të mbejtë djali në rrugë vetëm se është student? Ma jepni numrin e tij? Do të flasë edhe unë një herë me këtë pronarin. Ai tha qartë jo, fëmijë, nëse i telefonoj përsëri tani mund të marr një agent tjetër dhe unë mbetem pa klient. Më mirë kërkoni diku tjetër. Uf. A e ke pasuruar banjën e katit si për ti është shumë pis? Jo, unë ende nuk kam hyrë aty. Berqin e dashur. Kur erdhe ti më thuaj? Çfarë ndodhi? Pse e ke atë fytyrë? Ata nuk më morën mua për tyre. Kush? Ozani. Aslë. Kushërira e dashur e Aslët dhe ai djali Jagizi nga kafeneja. Të katërt nuk hynë në mësim. Kaluan pra me duke qeshur dhe shkuan për shëtitje. Dhe nuk më morën mua me vetenën. Nuk hynë në mësim. Aman, moj. A për këtë po shqetësohesh ti? Hajde, po shkoja unë në pazar. Hajde shkojmë bashk. Të shpërqendrohesh pak. Qo. Kur të kthehem dua gjithçka të shkëlqej. Gjithçka të shkëlqej, thash. Aslah. Pse i bia ime më pse?
Ka edhe një njoftim tjetër në internet. Më mirë ta shohim dhe atë. Pa e shumë larg vlla. Lere. Në rregull, mos u mërzit, do gjejmë tjetër. Urdhëro nën shpirt. Bi, ku je? Jam shumë afër shtëpisë, nën, çfarë ndodhi? Mos u vono, ktheu me njëherë në shtëpi, në rregull? Mirë nën shpirt, po vi. Shok. Mua më duhet të shkoj në shtëpi. Edhe unë po shkoj, do të lë rrugës. Po ju? Unë kam mësim pas një ore. Edhe mua më duhet të shkoj në kafene. Atëherë ne me minibus në shkollë, ju në shtëpi. Jas. Mos u mërziti. E di që do të gjesh një shtëpi shumë më të mirë. Të shohim, shpresoj. Hajde atëherë. A kemi raport vetëm nga një mjek apo ka edhe të tjerë? Ka shumë. Në atë periudhë brodhëm shumë lart e poshtë nëpër spitale, u raskapitëm. Të gjithë raportet që na dhanin mblodha, i sistemova dhe i ruajta. Sillni të gjitha. Do t'i shtojmë në dosje. Ndërkohë do të rinovojmë edhe raportin e paaftësisë për punë. Do të vënë në hetim edhe kompaninë. Mbase nëse ka dhe raste të ngjajshme, kjo do të arrijë dëmshpërblimin që do të marrim. Zotri avokat, unë nuk po e kuptoj pse vëllai Ashari do të marrë dëmshpërblim apo jo. Do të marrim një dëmshpërblim të konsideruar, ligji është në anën tuaj. Me pak hetim, do ta fitojmë lehtësisht. Por i gjithë ky proces hetimi nuk është i lirë. Duhet edhe të kërkojmë një pagesë paraprake. Pagesë paraprake? Sa mund të jetë? Do të shqyrtohet historia e fabrikës. Çështjet e ngjashme, raportet mjekësore, nëse paguani 5.000 lira, e filloi procesin. 5.000 lira? Po. Po, Mimtaz. Tarik, pse nuk erdhe në konferencë sot? Pyetën të gjithë për ty. Mimtaz më dhem shumë koka, po shkoj në shtëpi tani. Mirë, për të paktën mund të lajmëroje. Mirë, Mimtaz, herën tjetër do të lajmëroj, mirupafshim. Shikoni, zoti Tarek, të dy jemi njerëz të martuar. Nëse na sheh dikush, nuk mund të shpjegojmë këtë situatë. Ju lutem, po ju them. Jo, Hedije, jo, duhet të flasim. Shumë faleminderit. Unë po ikja edhe herë. Mirupafshim. Do të vish nesër në mësim? Sigurisht që do të vi. Mirupafshim. Aslı? Nën? Turp të vi, Aslı. Unë punoj e lodhen për ty, ndërsa ti gjatë orarit të mësimit bedh rrugëve. Nën, çfarë bredhjeje? Çfarë pune kishit në rrugë gjatë mësimit? E di, motër, ta shpjegoj unë. Në shkollë kishim konferencë dhe kishim një orë pushim, pastaj edhe në fakt të gjitha orët ishin anuluar. Ne shkollë në ndihmonin një shok dhe kaq.
Po në shpirt. Mos të nervozo kot. Mirë, atëherë kuptova. Pas ka qenë keq kuptim. Atëherë, mirë pafshim. Miru pafshi, birë. Bëj të fala nënës. Shiko, më i bi, shiko. Kjo nuk është shtëpi, por është pallat. Në shpirt, ma jep mua këtë do ta mbaj. Faleminderit, bi. Po ti pse erdhe këtu? Unë erdha për pastrim të zonja Sibel në vend të tetës Nuran. E përse? Alëre, ashtu duhej. Por mendja më rrinte te ti. Kur mora vesh që nuk ishe hyrë në mësim, u shqetësova. Në shpirt. A e kam në ndonjë shkollën unë? Për hir të Zotit. Asle nuk kam munguar as në kopsht. Tani do të lërë mësimet në universitet? Vërtet mendon këtë? Aman, e që të bëj tani? Zemër nën e kam. Shqetësohem, vazhdimisht, që të bëj. Por më dëgjo mua këtu. Edhe nëse mësimi anulohet, do të vish në shtëpi dhe do të studiosh mirë. Në rregull, premtoj, si të duash ti. Të lumt ti. Aj, prit. Prit. Uf, mua s'më punon truri për momentin. Çfarë bë? Harrova të mbyll derën. Prit. Mi jep qelsat mua, do shkoj unë t'i mbyll. Ti vazhdo rrugën për në shtëpi, unë të arri. Aj, përbes, do të ishte shumë mirë. Asle shiko tani. Ky është qelsi i shtëpisë, ndërsa ky i portës së kopshtit. Në rregull? Në rregull. Hajde bi, mbylli shpejt deja, silli edhe qelsat. Në rregull, në shpirt. Ma jep këtë tani. Faleminderit. Vehem me një herë. Shiko, betojmë se kemi mbërritur në parajs. Baba? Ba nuk e di nëse janë prej are apo argjenti, por duken si antike. Nëse mund t'i shesim, do fitojmë një thes me para. Përbes, ti ke një shok që merret me tregti antikuarësh, ma dërgo adresën e tij me njerë. Hajde.